Përshëndetje për të gjithë ju miqtë në podcast. Dhe mirë se po takohemi edhe sot në podcastin tonë të radhës. Atëherë sot kemi pas një bisedim më ndryshe prej atyre se çka jemi mësuar. Po nuk kemi me fol për sportet, nuk kemi me fol për aktivitetet me të cilat nxënësat mirën, po kemi me diskutuar sa Në një kohë kur edukimi mediatik po bëhet gjithnjë e më e rëndësishëm për të rinjt, shkolla Emin Duraku po shënon një risi në arsimin parauniversitar. Kjo shkollë është e para që ka realizuar një podcast shkollor, duke u kthyer në një hapësirë të re ku nxënësit flasin lirshëm, ndajnë ide dhe zhvillojnë aftësi komunikimi. Në Emin Podcast tregon një dëshmi të guximit, vizionet dhe besimit që shkolla Emin Duraku ka të nxënësit e saj. Me thonë drejtën e ka pas rësishëm nxënës, të këshillit nxënësve, janë ardhur me ide, me shumë ide, por kur e kam vrejt njëna për tyne, që ka qenë podcasti, e kemi përkra. Pse e kemi përkra, është se shkolla ka klubin e medjave, që 5 vite dhe janë nxënës të cilët, edhe një pjesë arsimtarëve, të cilët janë kanë pjesë të një projektit Gizë Gjerman, si shkollë kampione, edhe është fuqizu shumë klubi medjave, edhe kuadër klubit medjave është funksionalizu edhe podcasti, të cilën nxënësit kanë hapur edhe faqen e vet zyrtare, edhe kanë filluar me aktivitete të cilat kanë dalë jashtëzakonisht shumë mirë. Përveç podcastit jemi të veçantë edhe shumë sene tjera të Komunës Prishtinës, po e kemi shtuar edhe këtë risi me podcast, ku është merit kryet e Këshillit të Nxënësve të shkollës. Përveç podcastit tash organizojmë edhe tema në tribuna, tema që interesojnë trive, sidomos te problemet të fundit që po rrjedhin për shkak të rrjeteve sociale. Kemi ftu gazetar, kemi ftu analistë, të cilët kanë dhënë mendimet e tyre se si duhet përdoren mediat, kuptohet për të mirë, për lumtime, jo për gjëra negative, kur kemi pas raste ka filluar një debat media dhe ka përfunduar ndoshta në dhunë, dhe kjo na ka detyruar që me reagu dhe me vepru diçka në mënyrë. Kemi menduar edhe me funcilon zgjedhore edukimi mediatik që fëmijët thjesht ta kenë prioritet mos t'i kesh përdorin media dhe ne t'ju ofrojmë ndihmë sa mundemi. Ky projekt, sipas drejtorit të shkollës, Visar Osmani, do të zgjerohet edhe përtej shkollës, duke ftuar bashkëbisedues të ndryshëm dhe duke trajtuar tema të cilat janë të rëndësishme për gjeneratat e reja. Do të zgjerohet e kemi planifikuar që përveç oponentëve të shkollës, aktorë ndryshëm që kanë me qenë pjesë e podcastit, kuptohet kemi ftuar edhe nga jashtë, ftyra ndryshme, nga gazetaria, nga policia, nga oponentë ndryshëm, nga zyrtarë ndryshëm, të cilët kanë me nda përvojat, mbi temat që ju interesojnë trive. Fillimisht kemi filluar me mësimdhënës të caktuar, kemi filluar me drejtorin, kemi filluar edhe me disa pensionerë që kanë kontribuar 45 vite, kanë dhënë përshtypjet e veta gjatë një periudhe të caktuar që kanë qenë në shkollë. Shembull kemi pas 78 vjetorin e themelimit të shkollës, ka qenë një arsimtar pjesë e podcastit, pensioner i cili ka treguar rrëfimet e veta gjatë periudhës 90-99 si ka funksionuar shkolla. Edhe ajo temë jashtëzakonisht ka pas interesim të trijtë që lidhet me historinë, por kuptohet që do të përfshijmë gjithë aktorë ndryshëm gjatë ditën e jem, por na do të pak kohë, na do të pak me dalë për të shkollës, edhe me dalë diçka e mirë, mos mungohet, por nga dalë sigur dhe me dalë diçka e mirë. Nahar Rmoku, nxënëse në shkollën Emin Duraku, është ideatorja e këtij projekti, që sipas saj synon të krijojë një platformë ku të rinjt mund të shprehin mendimet e tyre dhe të kontribuojnë në jetën shkollore në mënyrë aktive. Atëherë qysh prej zgjedhjes si kryetare e rinjës shkollës Emin Duraku dhe normalisht që kam dashur që edhe si kryetare e ri, po pse ju me u bë një lloj fryme e re si fillim në nivel shkollës, më pas pse jo dhe në nivel republike, edhe do me thonë marrë parasysh se gazetaria është fusha në cilën unë e shoh dhe profesionin e së ardhmës, edhe sidomos kjo pjesa e podcastit është një diçka shumë e mirë se megjithatë ftumet flasin për veten e tyre, po të njëjtën kohë duke i motivuar dhe ata që e ndjekin podcastin rregullisht. Edhe mendova thash, okay, pse ju t'ju marr parasysh bashkëmoshatarët e tonë dhe megjithatë pjesën e
që ata ka nevojë që me marrë këshilla prej tjerëve ose thjesht me i motivu për sportet, angazhimet, aktivitetet me cilat ata mirën, apo qoftë edhe për tema si bullizmi apo tema cilat ata me të vërtet duhen që me pas dikon që me i folë. Normalisht që unë edhe në librin tim dytë kam kështu si fjali si pjesë që askush nuk mundet me ditë më mirë për veten tonë se sa një vet ose bashkëmoshatarët e tonë. Parët ata me cilët e kom diskutuar edhe këtë pjesën e realizimet podcastit kanë qenë patjetër nxënësit e kësaj shkolle dhe me shtimi më të mirë. Kështu që në momentin që ata e parë që po e aprovojnë këtë pjesë ose këtë risi në shkollën tonë, normalisht ky ka qenë një fillim shumë i mbarë për neve. Po dhe normalisht e shoh shumë mirë atë pjesën e kënaqësisë dhe atë pjesën që ata me dispresin për më ardhmë, megjithatë për me fol për gjëra që ata i bojnë me gjithë qef, por megjithatë edhe për me i frymëzuar bashkëmoshatarët e tyre. Atëherë përshëndetje për të gjithë ju miqtë e Emin Podcast dhe mirë se po takojmë edhe sot në intervistën dhe në takimin tonë të radhës. Atëherë sot pak më ndryshe prej asaj se çka jeni mësuar më po, kam një kënaqësi të jashtëzakonshme që me pas. Sipas Nahar, podcasti është një nismë për edukimin mediatik dhe digital dhe se presin shumë shpejt të përfshihen tema të ndryshme. Normalisht që kjo është një diçka shumë e rëndësishme e cila duhet me u bë fillimisht, besoj se podcasti është një pjesë e cila po më përgatit ndoshta edhe për një të ardhmë të suksesshme besoj profesionale, por normalisht që edhe pjesa e prezencës emisioneve ose programacioneve të dedikuar për fëmijë normalisht me qenë arsimore edukative dhe mbi gjitha duke përfshirë dhe ndikimin e teknologjisë dhe ato anë të mira që ajo ka normalisht që është shumë nevojshme dhe gjë për cilën po shpresojmë që me qenë diçka që me u bë sa më shpejt realitet. Nura Ali është një prej nxënësve që ka marrë pjesë aktive në podcast, duke trajtuar tema të ndryshme me interes për bashkëmoshatarët e tij. Për përshtypje më ka bërë shumë përshtypje, edhe çka kena bisedu më shumë ka qenë puna se me çka merren nxënësat më shumë, shoqënia që kena të përbashkët me çka merret, kena fol më shumë për këtë pjesë. Çka do donit ndoshta ajo që në të ardhmen të zhvillohej më shumë ky projekt? Më shumë kisha dashur të zhvillohej si për shembull jo vetëm brenda shkollës, por edhe jashtë shkollës nëse kish pas mundësi, edhe kush më shumë. Qysh duket pak a shumë kjo si risi dhe qysh Podcasti shkollor mbetet një shembull i qasjes moderne në arsim dhe në zhvillimin e kompetencave digjitale të të rinjve. Moshator më të madh